Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në një takim me Sindikatat e Bashkuara të Pavarura të Shqipërisë. Kontrata që firmosim sot, bashk për amendimet dhe statusin, ju jap fjalën e nderit se në 100 ditët e para të qeverisjes demokratike do të jetë realitet, tha zoti Berisha. Unë jam sot këtu për të firmosur para jush kontratën me ju të përfaqësuar nga zoti Gzim Kalaja. Për të garantuar ju se ajo kontratë do zbatohet nen për nen dhe pik për pik. Madje do zbatohet për naftën, minjerat, metalurgjin dhe do zbatohet me një ndjesë publike ndaj jush, që 100 ditë të para do kalojmë ligjin për minimumin jetik. Minimumi jetik do t'jetë për çdo shqiptar, për çdo pensionist që merr ndën 200 euro, për çdo të pa punë, për çdo person në ndihmë ekonomike.